automatike me 5 prill nëse nuk ka zgjedhje në president shkon që bjen nesër një muaj. Po, nesër një muaj shkon Albolena Haxhiu dhe ajo ka kompetenca dhe kushtetuta këta ka para pa ose janë edhe dispozita tjera cilat thjesht ajo atër ka kompetenca të jashtëzakonshme, mirë po natyrisht nuk janë kompetenca të plota dhe këtë mandat mundet me ushtru maksimumi edhe 6 muaj tjera. Do të thotë 6 muaj mund ta ushtron këtë detyrë atë derisa të vjen deri te zgjedhja përgjithshme e këtyre problematikave, mirë po shpresojmë interesi nacional, autoriteti jonë ndërkombëtar. Shikoni për shembull me çfarë reagimesh janë. Shikoni për shembull nuk e di opinioni ose këto struktura në pushtet nuk e di apo i përcjellin edhe këto kërcënimet e vazhdueshme të cilat po i bën stabilitetit, sigurisë, por edhe personaliteteve kyçe të jetës tonë publike. Shikoni bisedat të cilat i pati dje ish shefi i shërbimit inteligjent të shtetit fëqin. Aleksandr Vullin. Po, natyrisht, po duhet me pas parasysh çka do të thotë ajo çdo ditë e mos konstituimit natyrisht është reflektim i një shpresë të mundshme për eventualisht krimin e ka shumë zhvillime gjeopolitike që ndodhin nëpër botë. Po, natyrisht, kjo duhet jetë situatë alarmante të ndikon të gjitha subjekte dhe strukturat politike të vendit që ti te i kalojnë çdo një aspirat dhe ta gjojnë një personalitet i cili me të vërtetë është një personalitet unifikues dhe reprezentativ në atë kuptim, i cili kishte me përfaqësu në atë kuptim me besueshmëri absolute ndjenjat e gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës. Në fakt, për diskutuar së bashku me ju, profesor, edhe reagimin e lidhjes demokratike të Kosovës, sepse është diskutuar shumë për një mundësi të një koalicioni mes LDK-s dhe vetëvendosjes për të arritur një zgjidhje. Sa i përket çështjes së presidentit, thotë që qasja e lëvizjes vetëvendosja nuk reflekton një përpjekje serioze për ndërtimin e këtij konsensusi, sepse vazhdimisht e kanë përmendur zyrtarët të LDK-s që duhet një marrëveshje politike apo një figurë e cila nuk i përket asnjë partie politike. Si e shihni ju reagimin e LDK-s? Për mua reagimi është tetë konstruktiv, është real dhe i qartë. Thjesht unë prapë tham dhe të i pas parasysh praktikat e gjitha shteteve demokratike, ju lutem. Gjithmonë kërkohet që presidenti të jetë një personalitet i cili në çaja të jetës tij, të kalumes tij dhe të aktiviteteve tij reflekton si personalitet unifikues dhe i barabartë për gjithë. E jo natyrisht të koncentrohet gjithë pushteti te persona të cilët mbi gjitha kanë parasysh interesin e tyre personal ose interesin e tyre klanor ose politik. Çka për çështjen e kuorumit, profesor? A mund të shkojë çështja e kuorumit në gjykatë kushtetuese? Kjo obligojnë më pas deputetët e partive të tjera të qëndrojnë në sallë, sepse në praktik votat për të zgjedhur presidentin në rundin e tretë janë, nëse i përfshijmë edhe ato të komuniteteve. Në rundin e tretë natyrisht janë, mirë po duhet me pas parasysh se në asnjë shtet demokratik nuk ka detyrim për të qëndruar detyrimisht në sallë, por ka natyrisht thirrje për kryerjen e misionit dhe detyrave të veta konform përgjegjësisë elektorale që në kanë marrë për çdo një deputet. Në këtë drejtim, deputetët e Republikës së Kosovës kanë obligim natyrisht politik, moral dhe kushtetues që qëndrojnë, mirë, po nuk është ajo detyrimisht dhe nuk ka sankcione nëse ata nuk qëndrojnë. Në këtë drejtim, për votimin e parë kërkohet detyrimisht që të jenë 80 deputet në sallë dhe të votojnë ata. Për votimin e dytë prap duhet të jenë 80 në sallë dhe të votojnë ata, dhe për votimin e tretë atë natyrisht mirë, po interesi kushtetues kishte me qenë që të fillon